2/3 e deputetëve dhe në rundin e tretë, përkundër që në kushtetut nuk është një gjë e tillë. Tani e pam kryetarin e kuvendit që thirret në interpretimet të disa neneve ku gjykata kushtetuese jep drejtë dhe thot në rast duhet të votojnë dhe në rast duhet të arsyetojnë mungesën. Po ka dhe vendime tjera ku thot që ata janë të pavarur dhe nuk mund të detyrohen e kështu me radhë. Siç duket ky do të shkon, është kontestuar do të shkon në gjykatë kushtetuese dhe aty do të jepet vendimi përfundimtar. Kush duhet ta çojë në gjykatë kushtetuese? Është shumë mirë, pyetje me vend. Faleminderit shumë për këtë. Pyetje shumë me vend. Duhet ta dërgojnë palët e autorizuara dhe sipas kushtetutës, palët e autorizuar për të dërguar është qeveria, presidenti, 10 deputetë, 30 deputetë dhe avokati i popullit. Nëse ka shkelje të lirisë dhe drejtave të njeriut janë edhe çdo qytetar i Republikës Kosovës kur t'i shfrytëzon mjetet e brendshme juridike. Në këtë rast ka qenë nesër kontestuese se vetëm në këtë rast praktikisht mund ta dërgojnë vetëm deputetët e Republikës së Kosovës. Domethënë 10 deputet duhet të dërgojnë aktin që bëhet nesër nëse zgjedhet presidenti që me çun gjykatë kushtetuese, po nëse shkon deri vonë, pastaj nëse opozita konsideron që është në mënyrë automatike është përdo parlamenti, atëherë kjo ka me qenë kontestuese, kush ka me quhe, a janë deputet apo s'janë deputet ata që e dërgojnë. Nëse shkon për te i nesërmen, apo... Çfarë komplikim, çfarë komplikim. Na jemi... Po ta ju kujtoj, gjykata kështu nëse edhe 24 orë nuk zgjidhet, do ndej nëse më bëma në 12 notë. Vendi konstitucionalisht mirë, a dhe që situata, gjykata ka thonë. Ta ulan më se shmang fort. Në rregull është, jo, veç kështu pyetje aktike. Çka nëse nesër zgjidhet, veç pak, nesër zgjidhet presidenti në orën 23? Se me 61 vota dhe një pjesë e konsideron që në orën 24 automatikisht u shpërnda kuvendi, një pjesë konsideron që jo, tash. Ai që konsideron që u shpërnda kuvendi, ai duhet me çunë gjykatë kushtetuese. Po neve po na intereson ti çka po mendon, jo ata, se ata i po. Çka po mendoj është kanë të drejtë duhet me dërguar gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e verdiktin përfundimtar. Çu shkelet kushtetuta me vedije nga shumica që on pushtet? Sa ro shkel kushtetuta. Tash ne jemi në matematik